Shkruan Gjergj Zefi, ka lider që hyn në histori duke ndërtuar institucione, ka të tjerë që do mbahen mend se e kanë ngritur mure, e kanë eksportuar frikë dhe e kanë paketuar dështimin si patriotizëm. Donald Trump i përket kësaj kategorie, presidenti që i foli një superfuqie si t'i fliste një turme të zemëruar në një miting periferie duke ushqyer me mlef, paranojë dhe premtime prej llamarine politike. Ai nuk i zgjidhi plagët e Amerikës, ai zmadhoi, marketoi dhe i ktheu në flamur. Trump nuk ndërtoi Amerikën e Madhe. Ndërtoi një skenografi force, mure në kufi, mure në debate, mure në mendësi, mure kundër emigrantëve, kundër të ndryshmit, kundër vetë idesë se bota moderne mbahet në këmbë me aleanca, me dialog dhe me minimumin e një dinjiteti njerëzor universal. Në thelb, trumpizmi nuk është vizion shtetëror, është frika e ngritur në sistem. Është mediokriteti i veshur si vendosmëri, është dështimi i klasës politike amerikane që për të mbuluar zbreztinë e saj dorëzoi mikrofonin një njeriu që ditë bërtas më fort se të tjerët. Përballë kësaj figure që e sheh botën si pronë të vetën, kufirin si fe dhe përçarjen si metodë, ngrihet Papa Leo XIV me një armë që duket e vjetër në këtë epokë cinike, autoritetin moral. Dhe pikërisht këtu nis ironia e madhe e kohës sonë. Njeriu më i fuqishëm në tokë, me ushtri, dollar, shërbime inteligjente dhe media pas vetes, duket një liliput përpara një giganti që flet për mëshirën, emigrantin, të varfrin dhe dinjitetin. Njëri ka aparatin e shtetit, tjetri ka peshën e ndërgjegjes dhe shpesh kjo e dyta rezulton më e rëndë. Papa nuk ndërton mure sepse e di që muret nuk i mbrojnë qytetërimet. Ato vetëm sa dëshmojnë frikën e tyre. Urat përkundrazi kërkojnë guxim, kërkojnë besim, kërkojnë vizion, jo si kërcënim, por si mundësi. Kjo është arsyeja pse Leo i bezdis populistët e kohës, sepse u aprish tregun e urrejtjes. Kur ai flet për refugjatin, ai heq maskën politikanit që ka ndërtuar karrierën mbi demonizimin e tij. Kur ai flet për solidaritetin, nxjerr zbuluar gjithë hipokrizinë e atyre që përmendin Zotin në podiume, por sillen si tregtar frike në praktik. Ky nuk është një duel mes dhe politikës, është një duel mes dy ideve. Ka një ram presidenti dështak që e mat forcën me lartësinë e murit dhe suksesin me numrin e të përjashtuarve, dhe nga ana tjetër një pap model që e mat qytetërimin me aftësinë për të pranuar, për të dëgjuar, për të afruar. Njëri flet për kufi si obsesion, tjetri flet për kufi si sfidë morale. Njëri kërkon duar trokitje, tjetri kërkon reflektim, njëri shet zemrim, tjetri predikon ndërgjegje. Dhe po, ky duel shkon përtej Amerikës, sepse trumpizmi nuk është vetëm fenomen amerikan. Është sëmundje perëndimore, eksportueshme, imitueshme, e ripaketueshme në çdo vend ku politika nuk ka më ide dhe udhëhiqet me instiktet më të ulta të turmës, edhe në Europë, edhe në Ballkan, edhe në shoqëri të brishta si tonat. Modeli i liderit që ulëret për çan dhe vetë shpallet shpëtimtar gjen gjithë një blerës. Ndaj figura e papës merr peshë globale, jo thjesht si një klerik, por si një kundërmodel ndaj banalitetit agresiv të populizmit. Trump përfaqëson një epokë ku arroganca ngatrohet me forcën dhe vulgariteti shitet si autenticitet. Papa Leo përfaqëson diçka shumë më të rrallë. Fuqinë për të mos u bërë si kundërshtari i yt. Në një klim globale ku shumë lider ngjajnë gjithnjë më shumë me menaxher zemrimi, ai mbetet një nga të paktët që flet për njerëzimin pa cinizëm dhe për rendin botror pa instikte grabitçare. Në fund historia nuk mban mend gjatë ata që vetëm ngritën mure, i mban mend si simptoma të një kohe të sëmur, ata që ndërtojnë ura edhe kur duken të pambrojtur, lën pas një model. Dhe ky është dallimi mes një presidenti që e ngatëron pushtetin me hakmarrjen dhe një pape që e kuptoi se autoriteti i vërtet buron nga aftësia për të bashkuar.